Olbruk Milošević, të tetorit të vitit 1998, fushatën e bombardimeve kundrejt forcave jugoslave pas refuzimit të Miloševićit për ta nënshkruar marrëveshjen e Rambujes, mungesën e organizimit brenda UÇK-s apo funksionimit të komandës dhe kontrollit, e po ashtu do të tregoj se Hashim Thaçi ka qenë i vetmi person politik pa eksperiencë ushtarake, për çka nuk duhet t'i atribuohen krimet me të cilat e ka ngarkuar prokuroria. Ndërkohë ka dështuar të mbahet seanca ndaj të akuzuarve për krime lufte Zoran Kostić dhe Dragan Milović, pasi pala mbrojtëse kërkoi shtyerjen e saj. Sipas mbrojtjes, përkthimi në serbisht i deklaratës së dëshmitarit që ishte parapar të dëgjohej sot, e kanë pranuar vetëm disa minuta para fillimit të seancës. Avokati i palës mbrojtëse, Predrag Milković, deklaroi se marr parasysh këto rrethana, mbrojtja nuk pranon që kjo seancë të vazhdojë. Sot ishte parapar të dëgjohej dëshmia e dëshmitarit Naim Haliti. Të akuzuarit Zoran Kostić dhe Dragan Milović ngarkohen se në cilësinë e pjesëtarëve të policisë serbe në bashkëkryerje me pjesëtarë të tjerë të policisë dhe ushtrisë serbe kanë kryer krime lufte kundër popullatës civile gjatë konfliktit në Kosovë.